Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin të Dish dhe të Kesh, një seri prej 12 episodesh, ku do të flasim për ato produkte financiare që shpesh na duken të ndërlikuara, po kur thellohemi të kuptojmë na e bëjnë jetën shumë më të lehtë. Unë jam Mesi Bina, bashkë do të jemi në 12 javë me episodet e podcastit ton, ku fokusin do ta kenë fondet e pensionit privat. Sot po futemi në një temë që shumë individë e lënë për kur të vi koha, por e vërteta është krejt ndryshe. Koha fillon sot, koha e kursimit për të ardhmen, për të pasur një të ardhme më të qetë atë që shumë e kërkojmë. Ndaj bëni gati se në pak minuta të këtij podcasti do të kemi një panoram krejt tjetër të fondeve të pensionit privat. Le të shohim pak më qartë se për çfarë bëhet konkretisht fjalë. Kur themi fonde pensioni privat, në thelb flasim për një mënyrë të kursyeri për moshën e pensionit. Por jo si thjesht hedhja e parave në një produkt bankar të tipit llogari apo depozita. Fondet e pensionit privat konsistojnë në kontribute mujore për gjatë viteve të punës, që në moshën e pensionit të kemi të gjithë shumën akumuluar të kontributeve tona plus investimin, interesat që kanë dalë prej investimit. Profesionistët e shoqërive administruese të fondeve bëjnë të mundur investimin e këtyre kontributeve që individët derdhin në mënyrë që të kenë një përfitim sa më të gjatë për gjithë periudhën e kontributeve. Pjesa interesante është nuk ka rëndësi se sa shumë fiton sot, por rëndësishme është të fillojmë herët, sepse sa më gjatë janë të investuara këto para, aq më shumë punon koha në favorin ton. Shumë njerëz mendojnë që pensioni është diçka që e mendon kur je afër moshës së tretë, por e vërteta është ndryshe. Më mirë të fillojmë atëherë kur kemi ende vrull edhe ritëm. Fondet e pensionit privat i konkretizojmë pikërisht me këtë koncept të kursimit për të ardhmen, që mos ta lëm të ardhmen të udhëhiqet vetëm nga një pension shtetëror, por një pjesë të madhe të kontributeve t'i kemi dhe nën kontrollin ton. Kështu që po e nisim sot këtë udhëtim drejt të ardhmes së sigurt financiare me një pyetje të thjeshtë: sa mendojmë ne për veten tonë nesër? Fondet e pensionit privat në fund të ditës janë një mënyrë për t'i thënë vetes që dua të jem dhe nesër po aq mirë sa jam sot. Për ta bërë më të qartë për dëgjuesit, hap pas hapi, me ne sot është e ftuara zonja Flora Musta, ish pedagoge, ish punonjëse e Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare, pranë mbikëqyrjes së fondeve, të tregut të kapitalit dhe tregut të fondeve. Aktualisht zonja Flora është në moshën e pensionit dhe gjithashtu antare e fondeve të pensionit privat. Zonja Flora, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje. Fillimisht dua t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë për të marrë pjesë në këtë podcast, në këtë cikël emisionesh, që shpresoj që do të ndikojnë në rritjen e kuptueshmërisë të fondeve të pensionit privat, në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për të bërë pjesë e këtyre fondeve private. Kur flasim për kursimin, duhet kemi parasysh që çdo individ apo çdo familje duhet që të arrijë disa objektiva financiare, duhet të fillojë dhe të kursejë që në moshë të hershme. Dhe në objektivat financiare të individit apo të familjes përfshihen objektiva të tilla që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të jetesës, me arsimimin e fëmijëve. Pra në çdo rast familja duhet të heqi, të kursejë, të heqi para më njan në mënyrë që të realizojë këto objektiva financiare. Pra duhen para më njan sepse ka dhe ngjarje të jashtëzakonshme në rastin e individit apo të familjes. Por një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, një objektiv financiar i familjes apo individit është dhe sigurimi i mjeteve të nevojshme në momentin e daljes në pension. Pra, në momentin kur njeriu nuk ka më të ardhura nga puna, por që ndërkohë duhet të ketë mjete financiare në mënyrë që të vazhdojë të ruajë të njëjtin stil jetese. Ne dim shumë mirë që ekziston, domethënë çdo individ i punësuar apo i vetë punësuar
sot kontribon në mënyrë të detyrueshme sipas ligjit për sigurimin e detyrueshëm, kontribon në këtë skemë dhe ndërkohë në momentin e daljes në pension përfiton këtë pension të detyrueshëm. Shtetërorin, po. Që e quajmë dhe pension shtetëror. Por që aktualisht të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që kjo masë e pensionit të detyrueshëm nuk është e mjaftueshme për të vazhduar jetesën dhe stilin e jetesës si në kohën e moshës së punës. Pra për të pasur një pension dinjitoz, si thua, që të mos krijosh atë disbalancën me marrëdhënien e punës dhe pagën që individët marrin përgjatë viteve me nivelin e pensionit shtetëror që është aktualisht. Po, e drejtë. Dhe për këtë arsye, e mira është që çdo individ duhet të mendojë që në moshë të hershme që të heq para, të kursej para në formën e kontributeve për të patur mjete shtesë në momentin e daljes në pension, në mënyrë që të mos mbështetet dhe të kërkoj ndihmë nga fëmijët apo nga të afërmit, por të siguroj të ketë këto mjete jetese shtesë përveç pensionit shtetëror. Atëre si veprohet? Pra, si mund t'i arri dhe t'i siguroj këto mjete shtesë? Pra, çdo individ mund të kontriboj përveç kontributit në skemën e detyrueshme, mund t'i bashkoj këto kontribute së bashku me individ të tjerë apo me kontributet që mund të derdhi punëdhënësi për llogari të punëmarrësit dhe të bashkimi të gjitha këtyre mjeteve, këtyre parave bëhen në një fond që ne do ta quajmë fond pensioni. Pra bashkimi kontributeve individuale të punëdhënësit ose të dyjave bashk përbëjnë pra këtë fond pensioni privat. Ndërkohë që këto para që grumbullohen në këtë fond, këto investohen dhe investimi sjell të ardhura shtesë, pra në varësi me investimet ku i drejton fondi, që normalisht fondi administrohet nga një shoqëri administruese që është e specializuar për të drejtuar këto fonde të grumbulluara në ato investime që të kenë mundësi të menaxhojë dhe riskun e investimit, edhe të diversifikoj portofolin, po dhe të zgjedh investime që janë që sjellin një normë të kthimi më të lartë për individin. Dhe në qoftë se individi përfshihet në skemën e pensionit privat në një kohë më të hershme, atëre atij ndoshta do t'i duhen që edhe me më pak kontribute, gjë e cila nuk do të cënonte as buxhetin familjar të individit, këto kontribute për një kohë më të gjatë, duke u investuar, do të siguronin një shumë të mjaftueshme në momentin e daljes në pension. Pra fondi është, si të thuash, një formë kursimi afatgjatë, në të njëjtën kohë dhe investimi, ndërthurur të dyja bashkë kursimi investim, dhe gjithashtu ka dhe përfitueshmërinë që në moshën e pensionit i japi vlerë pensionit të shtetit. Po, e vërtet. Dhe thamë që këto mjete shtesë janë të nevojshme, pra për të vazhduar atë stilin e jetesës individit apo të familjes, por që ndërkohë kjo varet nga gjatësia e kohës që ke kontribuar dhe nga masa e kontributit të derdhur dhe normalisht edhe nga norma e fitimit që ka siguruar fondi nëpërmjet investimeve në aktive financiare. Dhe në këtë mënyrë çdo njeri duhet të planifikojë. Pra, secili dikush që kërkon një nivel më të lartë jetese mbas daljes në pension, duhet ta mendojë
mirë se kur duhet ta filloj investimin edhe sa duhet të jetë masa e kontributit. Dhe aq më tepër pastaj, në qoftë se punëdhënësi ku ai është i punësuar përfshihet në këtë skemën profesionale të pensioneve private, atëherë do të jetë një përfitim dhe më i madh për individin, sepse krahas kontributit të tij do kontriboj edhe punëdhënësi dhe rezultati në momentin e daljes në pension do të jetë shumë herë më i mirë dhe më i madh për të siguruar këto mjete që themi në momentin e daljes në pension. Pa, efekti kohë duhet thënë që ka një peshë shumë të madhe në fondin e pensionit, sepse është i vetmi produkt që destinon konkretisht atë moshë. Krahas kësaj, kur përmendim pagesën e kontributeve përgjatë viteve që jemi në marrëdhënie pune, fondi pensionit është i vetmi produkt financiar në fakt që ofron një benefit fiskal në bazë të ligjit për fondet e pensionit, që përgjatë pagesës së kontributeve, çdo individ ka të drejtën e vet që ta bëjë kontributin e paguar për fondin e pensionit të zbritshëm nga paga bruto për efekt tatimi. Mund ta sqarojmë pak më gjerë dhe për dëgjuesit këtë benefit që ofron fondi? Po, kjo e vërtet, kjo është një përfitim që siguron, sepse të kthehemi nga ana tjetër, individi mundet që kursimet t'i vendosi edhe në bank, edhe të grumbulloj parat në një depozit dhe të vlerësoj që këto para unë do t'i përdor në momentin, me kusht që do t'i përdor në momentin e daljes në pension. Por, ka një ndryshim midis një depozite bankare me investimin, me kontributet që mund të derdhi dhe investimin në një fond pensioni. Ndryshimi i parë lidhet me normën e interesit. Pra, sepse një fond pensioni duke investuar në një shumëllojshmëri aktivesh financiare, siguron një të ardhur më të lartë se sa interesi që mund të përfitohet nga një depozit bankare. Së dyti, element shumë i rëndësishëm është lehtësirat fiskale. Pra, sipas ligjit aktual, kontributi që do të derdhet në favor të fondit të pensionit privat është i zbritshëm nga tatimi. Paga bruto, po. Pra nga paga bruto. Dhe sidomos për ata individ që kanë paga të konsiderueshme, flasim për shtresën e mesme, që kanë një tatim më të lartë dhe që duhet të paguajnë një tatim edhe 23% mbi pagën, atëre fakti që do derdhi një kontribut në fondin e pensionit, e gjithë kjo vlerë do të zbritet për efekt tatimit dhe ai përveç investimit dhe përfitimit të normës të fitimit në fondin e pensionit, do të përfitoj edhe shumën nga zbritja që është bërë. Pra, do paguaj të themi 23% më pak tatim dhe kjo është në përfitim të buxhetit të individit. Pra, ka dhe një vlerë të cituar në ligj për pjesën e vlerës së pagës nga paga bruto për të cilën mund shmanget tatimi, që fillon nga 1.000 lekë të reja dhe shkon deri në nivelin e pagës minimale sot në vend, që është në vlerën 40.000 lekë të reja. Që do të thotë bën një diferencë shumë të madhe për ata individ që mund të tatohen po themi me 23%, po edhe për të tjerët që tatohen me 13%, për të shmangur deri në 40.000 lekë në muaj nga tatimi i pagës tyre. Duhet përmendur gjithashtu që fondi i pensionit ka benefitin fiskal vetëm për shmangjen e tatimit. Pra nuk afekton sigurimet shoqërore sepse mund të lindi kjo pyetje nga individ apo dhe nga financat të subjekteve. Po, patjetër, pra pagesa e kontributit të detyrueshëm është një aspekt. Kurse kur flitet për lehtësitë fiskale, për kontributin në një fond të pensionit privat, kjo shumë llogariten mbi të gjithë pagën bruto, bëhet zbritja e kontributeve për pensionin privat dhe pjesa tjetër është
masa e të ardhurave që janë subjekti i tatimit mbi të ardhurat personale. Po. Zonja Flora, shumë individëve mund t'u lindi pyetja, duke qenë se fondi pensionit dhe kontributet që ne derdhin përgjatë viteve i konsiderojmë një periudhë shumë të gjatë dhe mund t'u lindi nevoja që këto para t'i tërheqin, pavarësisht se ata mund të kenë derdhur një vlerë kontributi mujor të ulët, duke qenë se mund të kenë shumë vite punë përpara. A kemi akses në këto para që ne derdhim për fondin e pensionit? Fakti që konsiderohet si fond vullnetar, pra është vullneti i individit për të marrë pjesë në një fond privat ose fond vullnetar të quajmë, sipas edhe ligji ja njeh të drejtën individit që ai mund të tërhiqet nga fondi dhe të gjitha paratë që ka derdhur gjatë gjithë kohës mund edhe t'i tërheq. Por ndërkohë ligji parashikon, pra në mënyrë që t'i mbajmë dhe t'i ndërgjegjësojmë njerëzit që ata duhet të rinë në një fond privat, sepse është në të mirë të tyre në momentin e daljes në pension, ligji ka parashikuar edhe penalitete. Pra për ta detyruar në rastin e tërheqjeve të parakoshme. Dhe penaliteti është i lidhur me momentin kur bëhet tërheqja e parakoshme. Në qoftë se individi ka një kohë të gjatë në fondin privat të pensioneve, atëherë edhe penaliteti është më i ulët. Por, ndërkohë duhet të kemi parasysh që ai do të paguaj edhe tatim mbi të gjithë këtë shumë. Pra, atë që ka përfituar si lehtësi fiskale gjatë kontributit, tani i duhet që ta paguaj si detyrim tatimor për shumën që tërhiqet. Pra, ai duhet të paguaj tatimin, duhet të paguaj dhe penalitetin në varësi me kohën e qëndrimit në fond. Pra janë fasha të ndryshme penaliteti në varësi të periudhës që nga data e derdhjes së kontributit të parë deri në momentin që një individ synon që të tërhiqet nga fondi i pensionit. Duhet thënë gjithashtu që ligji e lejon tërheqjen e fondit të pensionit pa paguar penalitet në moshën e pensionit, moshën ligjore të pensionit, dhe gjithashtu 5 vite përpara se të mbushet mosha ligjore. Këtë vit për meshkujt mosha ligjore e pensionit të 65 vjeç, pra ditën që ata mbushin 65 vjeç ose 5 vite përpara kësaj moshe, kanë të drejtë që ta tërheqin fondin e tyre të pensionit pa paguar penalitet. Nga krau tjetër, për gratë është mosha ligjore e pensionit 61 vjeç e 10 muaj, që do të thotë ditën që mbushin 5 vite përpara kësaj moshe, pra 56 vjeç e 10 muaj u lind dhe atyre e drejta për ta tërhequr pa penalitet. Nga krau tjetër, duhet përmendur gjithashtu garancia që ofrojnë fondet. Pra sa të sigurta janë këto fonde krahasuar po themi me një produkt depozit bankare që ofron atë sigurimin në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave deri në një vlerë të caktuar. Fondi i pensionit si sigurohet dhe kush janë ato rregullatorë, po themi? Atëre folëm në fillim për domosdoshmërinë e përfshirjes së individit në një fond privat pensioni. Dhe në mënyrë më të përgjithshme tham që ky fond përfaqëson bashkimin e të gjitha kontributeve të individit dhe të punëdhënësit. Por në fakt ky fond nuk krijohet në këtë mënyrë vullnetare që disa individ thonë ne hajde se po krijojmë një fond. Jo, fondi përpara se të krijohet, pra fondi ka ca rregulla, pra funksionon mbi bazën e disa rregullave të përcaktuara dhe nga ligji dhe aktet nënligjore. Dhe një fond fillimisht duhet të licencohet nga autoriteti mbikëqyrjes financiare mbi bazën e rregullave që do të ketë fondi dhe mbi bazën e një dokumenti që quhet prospekt. Në këtë dokument, në këtë prospekt tregohet që ku do të investohen mjetet që do mblidhen kontributet e individëve dhe të punëdhënësve dhe kush është strategjia e fondit, objektivat e fondit dhe rregullat e brendshme të vetë fondit. Pra, pa këto kërkesa, pa plotësimin e këtyre
kërkesave nuk mund të licencohet një fond privat pensioni. Pra, dhe kjo është garancia e parë. Së dyti, ky fond, pra fondi quhet një entitet financiar, po është pa personalitet juridik, në kuptimin që vetë fondi nuk ka as kapital, as aksioner, janë vetë antarët që e zotërojnë fondin, nuk ka as administrator, as këshill mbikëqyrës vetë fondi. Prandaj konsiderohet si një entitet financiar pa personalitet juridik. Por aman ekziston shoqëria administruese e fondeve të pensionit privat, e cila është e detyruar në përgjegjësitë e saj duhet të menaxhojë fondin. Pra, shoqëria administruese vendos pra cila do të jetë politika e investimeve, si duhet të derdhen kontributet, kur është mosha e daljes, si mund të tërhiqen, tërheqjet e parakoshme, etj, mënyrën se si do vlerësohen aktivet e fondit të pensionit. Pra, të gjitha këto janë përgjegjësi të shoqërisë administruese. Dhe kjo shoqëri administruese është e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Dhe çdo shoqëri administruese duhet të plotësojë disa kërkesa para se të licencohet si e tillë. Dhe mbi të gjitha, në kërkesat e licencimit të shoqërisë administruese përfshihen kërkesat për nivelin e personave të cilët do të menaxhojnë fondin. Pra, ata duhet të kenë arsimimin dhe profesionalizmin e duhur në mënyrë që të jenë të aftë të menaxhojnë aktivet e fondit të pensionit. Pra, këto janë element sigurie për antarin e fondit, domethënë edhe përpara se ai të vendosi të futet në fond, ai duhet të di pra që është një fond i licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, është një fond i cili administrohet nga një shoqëri administruese dhe vetëm atëherë ai duhet të vendosë dhe të bëhet pjesë antar i këtij fondit privat. Duhet thënë gjithashtu që asetet e fondeve të pensionit privat investohen në bono dhe obligacione të qeverisë shqiptare. Kjo mund t'japi një farë sigurie tek individët, duke qenë se janë mjete monetare më të sigurta. Si ish punojnëse Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, gjithashtu dhe si antare e fondit të pensionit, duke qenë se jeni marrë me mbikëqyrjen e tregut kapitalit dhe tregjeve të fondeve të pensionit privat, çfarë shihni që ka nevojë për përmirësim apo për ndryshim në evolimin e tregut të fondeve të pensionit privat për 14 vitet e fundit, që pas licencimit të tyre? Pra, për herë të parë, fondet e pensionit, që në atë kohë i quanim pensionit vullnetar, sot quhen fondet e pensionit privat, po është e njëjta gjë, u licencuan në vitin 2010 mbas miratimit të ligjit 10 dhjetorit 2009. Dhe në atë kohë, domethënë në vitet e para, niveli i numri antarëve dhe niveli aktiveve neto të fondeve të pensionit ishte shumë i ulët. Pra, shpeshherë flisnim për aktive në nivelin 10 milion euro ose 20 milion euro, por që me kalimin e kohës, rritja e këtyre fondeve shkoi me 2 shifra dhe sot niveli i aktiveve neto që administrohen për fondet e pensionit privat është rreth 100 milion euro. Por që përsëri themi është shumë pak. Ndërkohë që gjëja kryesore është të rritet ndërgjegjësimi i publikut për të përfshirë në fondet e pensionit privat. Pra, kjo është një nga pikat dhe kryesore dhe që kërkohet një edukim financiar dhe një rritje kuptueshmërie se çfarë janë fondet e pensionit privat dhe sa të rëndësishme janë ato në sigurimin e mjeteve të jetesës në momentin e daljes në pension. Kështu që
kryesisht shoqëritë administruese duhet të bëjnë një fushat më të gjerë në lidhje me edukimin financiar. Patjetër që dhe ky podcast do shërbej në këtë nivelin në rritjen e ndërgjegjësimit, por duhet akoma më shumë, domethënë. Po, shpresojmë që të jetë një formë që individët të informohen dhe të krijojnë një panoramë më të gjerë të gjithë produktit që na siguron, krahasuar me të tjerë, duhet të themi, një të ardhme më të qetë. Zonja Flora, nëse do të kishit një mesazh, një këshill të vetme për dëgjuesit? Unë kam qenë vetë në momentin duke punuar, duke qenë pjesë e autoritetit të mbikëqyrjes financiare, kam qenë pjesë edhe e procesit të licencimit të shoqërive administruese dhe të fondeve private të pensionit. Dhe nga ky aspekt i rekomandoj publikut e para që ka një siguri për investim në institucione financiare të licencuara dhe institucione që janë dhe të mbikëqyrura. Dhe për këtë, domethënë, ka një nivel sigurie, po kështu edhe investimet bëhen, domethënë, në investime shumë konservatore sesa pra tregu fondet e pensionit investojnë në aktive që kanë një siguri më të lartë të investimit të tyre. Dhe elementi tjetër, pra nga kjo pikpamje janë, të themi, kanë një siguri. Nga pikpamja tjetër, duke qenë se edhe vetë kemi marrë pjesë në fondin e pensionit, në një nga fondet e pensionit privat, është shumë e rëndësishme tani që unë jam në moshë pensioni, e shikoj shumë të rëndësishme pasjen e këtij fondit privat dhe duke u krahasuar dhe me kolegjet e mia që kanë punuar në institucione apo në ndërmarrje, e shikoj që unë tani kam një fond të konsiderueshëm për të cilat do t'i marrë në mënyrë periodike nga fondi i pensionit privat që plotësojnë pensionin e detyrueshëm. Nga ana tjetër, për vetë faktin që të themi licencimi është bërë në 2010 dhe pak a shumë është një kohë e shkurtër për të siguruar një fond të konsiderueshëm në rastin tim, i këshilloj të gjithë publikut që të fillojnë sa më herët kontributin, pra për sa kohë janë marrëdhënie pune, të fillojnë sa më herët, sepse sa më herët të fillohet, ke mundësi që të sigurosh një shumë më të madhe dhe kjo varet pastaj edhe nuk do preki shumë buxhetin familjar dhe me një kontribut më modest, por për një kohë më të gjatë, ato do të kenë mundësi të kenë një fond të konsiderueshëm në momentin e daljes në pension. Pra, këshilla ime është, nuk është kur vonë, filloni dhe investoni në fondin privat të pensioneve. Ju falenderoj shumë për diskutimin me vlerë dhe për gjithë mendimet profesionale që ofruat sot. Do të dëgjojmë në episodin e radhës të podcastit të Dish dhe të Kesh, ku do të flasim sërish për fondet e pensionit privat.